A është përmend roli i klientit të juj? Shka është përfshi në kërkesë të cilin ju e keni pas për klientin e juj? Kur si bashkëushtar. Klienti im nuk ka nënshkruar asnjë dokument me të cilin... Si avokat i zyrtarit policor në Shqipëri, qysh është me kërkuar rreth shtëpiak për klientin e juj në fund me marë ose me ja u liru komplet gjykata të mbrojturin e juj? Mos me i caktu asnjë masë. Në kohën kur caktohet seanca për caktimin e paraburgimit sipas kërkesës së prokurorisë, mbrojtjes i dorëzohet nga ana e gjykatës vetëm kërkesa. Dhe asnjë provë tjetër dhe duke mos ditë çka mund të ketë prej provave në shkresa të landës, të cilat posedon prokuroria, po ashtu edhe vetë gjyqtari i çështjes paraprake, mbrojtja duke kundërshtu, se mas pari është kundërshtu kërkesa për caktimin e paraburgimit, mirë po nga praktika zakonisht ndodh që gjykatës t'i propozohet në qoftë se gjykata e vërteton që kushtet për caktimin e paraburgimit duke fillu nga kushti themelor vërtetimin e dyshimit të bazuar, pastaj ato 3 kushtet tjera të parapara me kod, atëherë mbrojtja i propozon gjykatës që në rrethana të tilla si masë alternative t'i caktohet edhe masa e arrestit shtëpiak e jo domosdoshmërisht edhe masa e paraburgimit. Dhe natyrisht që edhe unë si mbrojtës i të pandehurit Aurel, pas kundërshtimit të kërkesës për caktimin e paraburgimit, i kom propozu gjykatës, mbi bazën e asaj çka e ceka më herët, që t'i cakton masën e arrestit shtëpiak. A ju befasoj vendimin e gjykatës? E liroj krejt? Jo, nuk më befasoj se prap po kthejnë atë ajo ma e para, na si mbrojtje nuk kemi pas asnjë provë dhe na nuk e kemi ditë a ekzistojnë ato prova apo nuk ekzistojnë ato prova në të cilat gjykata me aktvendimin e vet ka konstatuar që nuk ekzistojnë si prova dhe nuk ka mund prokuroria ta vërteton dyshimin e bazuar përkatësisht ta bindë gjykatën që ekziston dyshimi i bazuar se këta 3 të pandehur mund të jenë kryes të veprës penale të pretenduar nga ana e prokurorisë. Avokat, në kërkesë... Vetëm edhe këtë ta them, mu asnjëherë vendimi i gjykatës nuk më befason. Në qoftë se nuk pajtona me vendimin e gjykatës, unë i paraqes pretendimet e mia në ankesë. Po në qoftë se në anën tjetër edhe prokurorisë i refuzohet kërkesa, edhe prokuroria ka ushtruar ankesë në vendimin e gjykatës, kështu që për neve profesionist nuk ka befasi. Në seancën cilën e keni mbajt, avokat, në fillim, a është përmend roli i klientit të juj? Shka është përfshi në kërkesë të cilin ju e keni pas për klientin e juj? Kur si bashkëushtar, si person i cili ka qenë në automjetin për të cilin po pretendohet se janë gjetë ato mjete. Ashtu nga vendimi i gjykatës së shkallës së parë, u vërtetu që prokuroria në kohën e ushtrimit të kërkesës nuk i ka posedu ato 2 provat kyçe sipas mendimit të gjykatës, normal edhe unë i bashkangjitem atij mendimi, do të thonë proces verbali për kontrollin e automjetit në të cilin do të përcaktoheshin sakt lloji i automjetit, targat e automjetit edhe këto ato elemente tjera përbërëse që duhen me qenë në atë proces verbal dhe natyrisht edhe vërtetimi për konfiskim. Klienti im nuk ka nënshkruar asnjë dokument me të cilin është janë konfiskuar në realitet ato mjete monetare për të cilat po pretendohen se janë gjetë, unë ende nuk e di a janë ajo, se s'kam ndonjë provë konkrete për ato mjete. Kështu që ai vetëm si bashkëushtar në automjet. A është përmend në seancë dhe fakti që ky zyrtar policor apo fare? Po, është përmend si zyrtar policor. Po, ajo nuk ka absolut kurrë relevancë.